Do të thënë që trupi gjykuesi ka dhënë mundësi prokurorisë që deri me datë 15 prill të dorëzojë çfarëdo mocioni, çfarëdo prove, çfarëdo shkresë, çfarëdo dëshmie shtesë që ka në rast se ka të tilla që nuk i ka dorëzuar deri tash. Është planifikuar të mbahet një seancë statusore me datën 23 prill, në cilën natyrisht që palët do të diskutojnë. Me atë sa kemi çfarë do të diskutohet? Do të diskutohet procedurinë e procesit, po ashtu është obligim sipas rregullës 130 rregullore së procedurës dhe provave, që jo më vonë se 10 ditë pas përfundimit të këtij procesi, pala mbrojtëse që mund të kërkojë mocion, mund të dorëzojë një mocion përmes të cilit mund të kërkoj rrëzimin e tërësishëm ose të pjesshëm të aktakuzës, varësisht prej asaj se si e vlerëson deri tash ecurinë e procesit. Pastaj pas pranimit të këtij mocioni në afat prej 10 ditësh mund të ofrojnë përgjigje edhe pala kundërshtare përkatësisht prokuroria dhe trupi gjykues në varësi prej këtyre këmbimeve sheh në rast se është relevante jo të ftohet i seancë dëgjimore, ku mund të ftohen edhe përfaqësuesi i zyrës për mbrojtjet e viktimave dhe pastaj natyrisht që e konfirmon në rast se i njëjti e pranon një propozim të tillë të palës mbrojtëse për hedhjen ose aprovimin e propozimit për hedhjen e një ose disa pikave ose të tërësishme të aktakuzës. Në rast se eventualisht kemi hedhje të aktakuzës, do thonë atëherë nënkupton që përfundon procesi dhe rrjedhimisht palët kanë të drejtë ankese. Në rast se eventualisht aprovohet pjesërisht, atëherë pala mbrojtëse nuk ka të drejtë ankesë, ndërsa pala kundërshtare mund ta bëjë një gjë të tillë sipas rregullës 170 dhe kalohet pastaj për pjesën tjetër kalohet në fazën e administrimit të procesit, ku do të ftohen dëshmitarët në rast se ka të tillë nga zyra për mbrojtjen e viktimave. Me sa është thënë publikisht do të ketë një numër të vogël simbolik të tyre, pastaj natyrisht që i kalohet edhe mundësia e palës mbrojtëse për të ftuar dëshmitar, cilët siç është thënë publikisht do të jenë disa prej tyre, edhe pas këtij procesi konsiderohet i mbyllur procesi i paraqitjes së provave përkatësisht dëshmive të dëshmitarëve dhe kalohet në fazën tjetër atë të administrimit të provave dhe në fjalën përfundimtare dhe gradualisht drejt përfundimit të këtij procesi, për çka unë jam optimist që mund të përfundoj brenda këtij viti, eventualisht fillimit të vitit të ardhshëm së paku në shkallë të parë.